1 milion lekë binë në 200.000 lekë, binë në 0 lekë, shkoj të jetoj me prindrit. Edi dëshiron që të bëhet sipërmarrës. Mirë, po më përpara ky ishte punëtor, edhe paguhet. T'ja vëm një pak. Edhe 1 milion. Po merr mbi supet e tij një rrezik. Unë jam me parimin që jo kushdo duhet mu bë sipërmarrës, madje pak njerëz duhet mu bë sipërmarrës, sepse kërkon sakrifica shumë të mëdha, kërkon që ndoshta nga 1 milion lekë të binë në 200.000 lekë, të binë në 0 lekë, shkoj të jetoj me prindrit, haj buken me prindrit. Po skutoni që një sipërmarrës fiton më tepër lekë se një punojës. Pasi që kalojnë shumë vite që ai është futur në borxh, në kredi etj. Pastaj mund të ketë disa të ardhura më të mëdha, po gjithmonë është në rrezik dhe gjithmonë ato lekë i kanë biznes, nuk i kanë shtëpi dhe në portofol. Pra jo domosdoshmërisht Edi duhet bëhet sipërmarrës. Ama nëse Edi do që të bëhet sipërmarrës, ka disa mënyra. Unë kam punuar për 10 vite me radhë, kam punuar në një vend tjetër si punësuar diku, dhe nga ana tjetër pas ditës shkoja punoja te biznesi im dhe lekët e rrogës i hidhja për të mbyll humbjet e biznesit. Edi duhet jetë i gatshëm së pari për të sakrifikuar deri kur vjen një moment që ai duhet hidhet all in, të lëj punën. Ai mund të vazhdojë 1 vit, 2 vjet duke punuar edhe tek tjerët dhe pasdite duke punuar tek biznesi, tek ideja e tij, deri që gjen ose një business partner ose një investitor në mënyrë që ai të hidhet dhe ndoshta të sigurojë një të ardhur minimale sa për të jetuar. Asnjëherë në fillimin e biznesit ju nuk do paguani sa një punojës. Gjithmonë do paguani më pak ose as pak.